أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة تتقوين الله عز وجل صلوات بيغامبري عليه الصلاة والسلام من لجراتنا radhës tek cikli i gjatëve të sabahut. Sot kemi përzgjedh ajetën 2, 3, 4 dhe 5 të surës Al-Hujurat, ku do të flasim rreth këtyre ajeteve dhe ajetet në fjalë na tregojnë se duhet jemi të kujdesshëm, ani pse nuk është gjallë pejgamberi alayhis salam që mos ta ngrisim, do thotë zërin e tij, do thotë zërin ton, fjalën ton para haditheve të pejgamberit alayhis salam dhe para vendimeve dhe do thotë gjërave që i ka ndaluar apo i ka urdhëruar ai sallallahu alaihi wasallam, nga se si urdhësat ashtu të ndalesat normalisht nuk i ka nga hamenja e tij, por i ka shpallën nga Allahu azza wa jalla. فزود جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خيرا لهم والله غفور رحيم. O ju të cilë keni besuar mos e ngritni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mos e thirrni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që thirrni një tjetrin, mos u sillni me të në të folur, që flisni me një tjetrin, nga se një gjë e tillë ka mundësi me aprish juve veprat e mira pa e ndjenjë që të tillë jo. Ata të cilët e ulin zërin, do thotë në mezhlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka mbushur zemrat e tyre me devotshmëri, për ta ka falje gjunash edhe shpërblime të mëdha. Ata të cilët e tharasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas perdës, do thotë shumica e tyre nuk logjikojnë. Sikur kishin bërë sabër, derisa dole pejgamberi ka qenë më mirë për ta. Allahu azza wa jalla është ai i cili i fal gjunat dhe është i mëshirshëm subhanahu wa taala. Ajetet në fjalë kanë dobi, do thotë kanë dobi të shumta, të cilat dobi i kanë nxjerr ulemaja. Normalisht këto ajete kanë shkaqe të zbritjes, do thotë dhe prej shkaqeve është se Abu Bekri dhe Omeri, do thotë për një çështje e kanë ngritë zonën me një tjetrin dhe kjo ka arsye çështje nga Zoti për ta dhe kjo vlen për gjithë njerëzit ditën e gjykimit. Çështja tjetër është ka një grup beduinësh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe e kanë thirrë pejgamberin nga për shembull pas perdës apo nga dera e tij, nga dera e dhomës së tij. Edhe e kanë thirrë me vrrull, nuk kanë bërë sabër derisa dole pejgamberi. Edhe i kanë thonë që dilse në dorën tonë është autoriteti jot. Nëse ti na ngon, nëse na të lëvdojmë, mirë kemi pas punë, por ndryshe kemi pas keq. E pejgamberi doli dhe i ka thënë që këto punë janë Zotit dhe nuk janë juvet. Normalisht kë ngrit Allahu nuk ka kush e uli dhe kë uli Allahu nuk ka kush e ngrit. Sidoqoftë, do vitim nga këto ajete. Dobia por është ajetet na mësojnë që e kemi obligim me respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe se kanë qenë gjallë ata që kanë jetuar me të, po edhe ne pas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam, duke respektuar fjalën e tij. Dobia e dytë është shifë qartë dhe dukshëm edhe pozita e madhe që e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Zoti xhelle wala. Dhe normalisht është obligative të jemi edukuar në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duke ul zërin dhe normalisht duke mos e tepruar, do thotë në liri në raport me pejgamberin sa, do thotë kur të folësh për pejgamberin, edhe mbas vdekjes së tij, me qenë kujdesshëm se çka flet. Do thotë për atë sallallahu alaihi wasallam se është përgjegjësi. Gjithashtu Allahu azza wa jall e ka treguar dhe arsyen se pse duhet me ul zonin kur është me gjithë pejgamberin sa, dhe arsyeja është se ka mundsi, do thotë djegën punët e mira. Gjithashtu prej çështjeve që i kanë nxjerrë ulemaja është se dukata me pejgamberin alayhis salam e bën njeriu që të jetë më i devotshëm, dhe se njeriu takva dhe i devotshëm është, do thotë, më afër të jetë edukuar në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ani pse ka dhënë pejgamberi alayhis salam, por kur njerëzit shkojnë me vizitu varrin e tij, do të më ul zonën. Do të më dhon selam me Zotul, edhe mos me tepru, do thotë me bërtit apo me bë diçka ndonjë vepër që po të ishte gjallë sallallahu alaihi wasallam nuk kishte pas shef ti me bëhat vepër.
Dhe kjo është respekt edhe për zdekni. Dhe çka ka ndaluar pejgamberi me botë vorët, mos ia bën atij sallallahu alaihi wasallam. Se Allahu azza wa hidhruat dhe me pasqen gjallë alaihi wasallam normalisht nuk e kishte lejuar një gjë të tillë. Megjithastu, prej çështjeve që i kanë thonë ulemoja është se normalisht nëse dikush do thotë ulet afër varrit të pejgamberit alaihi wasallam, edhe lexon do thotë hadithet e tij, edhe këtë rast duhet me ul zonën, do thotë në lidhje me këtë çështje. Më kujtohet në kohën e Omerit kanë një xhamat nga Taifi, do thotë kanë në xhamin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe ata realisht kanë qenë jabanxhin xhami. Edhe e kanë pas stilin e komunikimit me komuniku me Zot nalt. Edhe Omeri kur hin xhamin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam i shef këta të komuniku. E ama të komuniku me Zot nalt. Atëre u afron gatë dhe i tha, nga jeni ju? Tha, jemi nga Taifi, mysafir jemi. Tha, pasha Zotin, po ata mi u rah, thot me paskon Medinali, Vendali, po kur keni mysafir, po ja fali. Tha, pse? Tha, ullën e zonin, nga se këtu afër, në këtë xhami është, do thot vorri i pejgamberit alayhi salatu wasallam, do thot si shenjë respekt ndaj tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu ka garantuar dhe ka premtuar falje gjunaheve të panumërta, edhe shpëlime gjigante për të gjithë ata që e respektojnë pejgamberin, qoftë pas gjalli, që na s'kena pas mundësi me mri, qoftë edhe për zdekni. Çish respektohet pejgamberi për zdekni? Duke i lexuar hadithet e tij, duke i dëgjuar urdhat, duke u larguar nga ndalesat, dhe sa që cenohet figura e tij sallallahu alaihi wasallam me mbrojt edhe mundi keq shpirtnisht. Dhe çdo kush që bën karikaturë, duke dash me e njollos figurën e bekuar të pejgamberit sa ti mundi keq. Edhe ke mundësi me mbrojt me shkrim edhe diçka tjetër atë po. Pastaj duke u larguar nga rrisitë e gjërat të cilat pejgamberi as nuk i ka vepruar, as nuk ka fol për to që duhet me i vepruar. E gjithashtu prej çështjeve që i kanë thënë ulemoja është që mos respekt ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që kur lexohen hadithet e tij, njëri me bë mohabet me dikon. Kur lexohen hadithet e tij, do thotë njëri mos me ngu edhe mos me respektu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka një njeri tek Imam Maliku, edhe ka thonë o imam, po du me të vetë për një hadith pejgamberit. Imam Maliku i ka thonë prit pak. O normal ki xhamati uhabit, pse me prit pak? Kur u kthye Imam Maliku i tha prit se po jeton vetë për fjalë më të mira që ka mundësi mi thon dikush ma Zotit. E thotë janë fjalë pejgamberit. Ka shumë ka marrë abdes, është parfumos me parfum edhe ka filluar me kallzu vajz. Ai kur ka ardhur puna me kallzu vajz për fjalët e pejgamberit, hadithe të pejgamberit, është parfumos Imam Maliku, është ul në gjunjë edhe ka marrë abdes. Si shenjë respekti ndaj haditheve të pejgamberit. Dhe dietarët kur kanë shkruar librat e hadithit, gjithmonë kur ka puna mi rendit transmetues të hadithit, do thotë çka kanë bëu, e kanë përzi alfabetin. Vetëse çu fillon alfabeti alif ba ta në arabe, ata kanë filluar me m. Pse me m? Për shkak se nëse ka qenë dhe transmetues me emrin Muhammed, i ka dhënë përparësi dhe e ka shkruar Muhammed. Jo për shkak të transmetuesit, por si shenjë respekti për shkak Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu azza wa jall e ka qortuar çdo kënd që merr guxim, më u tregu, do thotë mos respektues ndaj pejgamberit. Dhe kjo mundet me u bë edhe me fjalë, edhe me gjeste, edhe me vepra. Normalisht përgjithësia bie edhe më shumë mbi ata të cilët pretendojnë që e pasojnë sunetin, a realisht ka mundësi me vepra të tyre të cilat të tyre janë larg Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Apo të tjerë të cilët shpikin në emër të sunetit. Se pejgamberi sa ditë e gjykimit ka më thonë me lajkeve leni se këta janë umeti jam në të afruar. Me lajket i thonë ti se din se këta çka kanë bërë mas teje. Këta s'vyn ty hiç. O janë umeti jot, por kanë bërë gjëra që ti s'ki thon kurrë hiç. Për të arsye muslimanët duhet me qenë kujdesshëm çështje të tilla. Gjithashtu dietarët kanë thonë që ai i cili sillet keq me dietarët, ai ka bërë gjëra të mëdha. Çka ka lidhje dietarët me pejgamberin? Se mas pejgamberve Allah i çon çdo 100 vjet dietar të madh për të arritur për të këtë fe. E dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve alayhimus salam. Gjithashtu Allahu azza wa jalla ka treguar se njeri kur shkon diku në mysafir duhet me ditë ç'është më trokit nder. Për shembull, tash Ramazan e dim që
ata që rrinë derisa baqut, flejnë pak dervonë ma vonë. Për ty tash kiron zorë dhe tash e thim telefon 500 herë. Me thishtu njërin, mos ka vdek dikush o burë. Te ja veti që është Ramazan, thire në herë dy shohë për gjume, shkuj mesazh, a je qutin dhe rumë? Jo. Okej, e thirë ma vonë, jo më të rënu njërin. Ose e dyta, me shku të shpia, tu fletë me të rëkin djerë, ose dhe me hinë shpi me hinë vrejnë, Allah e larun. Andaj, nëse kjo ndaj njerëzve tjerë duhet me qenë e theksume, me edukat, ndaj pejgamberi ka qenë ma theksume. Kanë arë njerëz që kanë jetu në kodër, njerëz malësorë. Dhe kur kanë arë me të rëkin djerë pejgamberi kanë të pru bam, 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 dyl jashtë. Ka dalë. Qështu kanë bua dhe me pejgamberi, sa njerëz e cilët do të kanë jetu në kodra, por normalisht dhe normalisht e kanë ditë, e Allahi Azza wa Jalla ka thonë që kërkoni falje të Zotit, se Zoti është falës dhe mëshirues. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla i ka arsyetuar me ignorancë. A keni pa njëri që s'u mësua me një traditë me një vend, kur ka ardhur dikush për shembull se si din traditët tona, edhe bën një gjest pa lidhje. Çka thonë njerëzit, mos ja zin për të malla se kiso shiktuit. Mos ja zin për të malla se kis na din një verendë në shtëpi. Mos ja zin për të malla se kis na din traditët, edhe Allah i ka arsyetuar këta njerëz. Gjithashtu ka thonë dietarët, prej mësimeve është se Allahu Azza wa Jall ja ka bërë me dije që ka mundësi njëri mi prish punë të mira pa ndi fare, pa kuptoj. Andaj kërkohet fetarisht me ditë se kur prishet një punë e mirë në mënyrë që miroj punë të mira. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka qenë njëri zahid dhe normalisht ka banuar si na thjesht. Dhe nuk ka këshill komoditet. E kanë vetë Aisha, pse o i grua e pejgamberit s'pe bonin një sobë më të madhe, pse s'pe bonin një shtëpi më të mirë. Shtëpia e pejgamberit edhe Aishës ka qenë një sobë e thjeshtë. Një kreves më kanë flejt, edhe vetë sa me ndu kryu seshde. Thot Aisha kur ju më qunë kom, thot më ka prek tavani, shavarët. Thot s'ka pas kulm, as qeremit ka pas shavarë. Thot kur ju më qunë kom, ka prek. Kur ju më shtri, thot e kom prek derën. S'ka pas shumë vend. Thot edhe kur jemi falë, pejgamberi u falë pak më hnej, unë më hnej. S'ka pas shumë vend. Pse Aisha nuk ka vujt shumë me mush me urëndi, me mush shpinë luks, me më komodit, se ka ditë që pak kena më nej këtu. Ka mendu me ndresh një shpinë në dunjo, një shpinë në ahiret. Andaj na mundohemi me ndresh shpinë këtë botë, a botën tjetër e harrojmë Allahin e rujt. Burim këtë botë ku që thire. Prej çështjeve që i kanë thënë këta dietarët është se edukata pejgamberit sa pra nuk mbaron me vdekjen e tij, po vazhdon edhe me vdekjen e tij duke respektuar sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Normalisht Allahu Azza wa Jall është ai i cili përmirëson gjendjet e njerëzve. Për shembull në surën Muhammed, Allah përfundon ajetin e dytë wa aslah balahum. Allah ja përmirësoi gjendjen e tyre. Dhe përmirësimi i gjendjes vjen si pasojë e disa çështjeve. Dhe kjo llogarit është problem nga Zoti. Për shembull, Allahu përmirëson gjendjen atyre që besojnë, atyre që bëjnë punë të mira dhe atyre që e pasojnë pejgamberin sa. Dhe normalisht Allahu Azza wa Jall ishte problem këta njerëz me dy çështje: përmirësimi e zemrës e gjendjes dhe faljen e gjunoheve. Ai i cili rri stoik në këtë besim, këtë fe, Allahu Azza wa Jall e beqaton me të mirë. Për dashuj Allahu tha: "Wa illa istaqamu ala tariqati lasqaynahum ma ghadaqa." Sikur ata ti përbaheshin në rrugës time, ne do t'i begatonim me të mira. Andaj bindja, dëgjshmëria, nështrimi, besnikëria, jo shkaqe dhe sebebe që Allahu Azza wa Jalla na begaton me të mira. Qof shtim të pasurisë, qoft përmirësim të gjendjes reale, jetësore dhe qoft përmirësim të gjendjes imanore dhe shëndetësore. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall tregon që ai i cili bën sabër dhe punon, Allahu Azza wa Jall ka mishtu pasuri, ka më dhënë vlad, edhe ka më dhënë gjëra të mëdha. Për ta syja Allahu Azza wa Jalla tha: "Pastaj ju a kthyem e përsin fitoren dhe tyre dhe u përfsuar me pasuri dhe djem." Edhe njëri pasurohet me pasuri, po pasurohet edhe me fëmijë, sidomos me fëmijë djem, dhe të cilët pastaj të armon i shërbejnë, do thotë prindin për nga aspekti fizik, qoftë për të ndihmuar, por qoftë edhe ku gjene kua, do thotë nëse ka nevojë edhe me përkrahë në aspektin fizik. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. E pse ndodhin këto gjështje? Për shkak se Allahu Azza wa Jall do thotë është i plot fuqishëm për çdo gjë.
A dhe nëse të marrë menja që të kanë rritë sprovat, belat, fatkeqësit, ta dish që për Zotin çdo gjë e lehtë. Për arsye Allahu tha, "Huwa alayya hayyinun." Kjo është e lehtë shumë për Allahun azza wa jall. Allahu azza wa jall tregon edukatën e milingonave. Për shembull, Sulejmani alayhis salam ka qenë mbret edhe i kafshëve dhe insekteve. Edhe kur ka kalu me ushtrinë e vet, i ka thonën milingona, Allahu ka përshkruar Kur'an, "Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulejmanu wa junuduhum la yashurun." Ka dalë milingona dhe i ka thonën qerve, buburreceve, hyni në shtëpitë tuaja, që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju parë. Se normalisht ushtria s'ka mundsi, do thot me pa një buburrec dhe Allahu azza wa jall. Pra i ka dhënë instinkt buburrecit që me dal dhe me fol. E para mos me dëmtu kalorsin. Pse mos me dëmtu kalorsin? Se kalorsin nëse shkel dikën bon gjuna. Duhet me qenë kujdesshëm, me harrojt interesin edhe atij që vjen, po me harrojt interesin edhe milingoneve buburrecave që mrejnë. Andaj Sulejmani alayhis salam ka ditën kej gjute buburrecave, qofshin kafshë edhe gjërat e tjera. Gjithashtu Allahu azza wa jalla ka treguar që muslimani duhet më falë edhe në çaste frike. Sikur është mirëqenie dhe frike. Para mendoni e ka bërë Allahu namazin obligativ gjatë luftës. Sidomos gjatë betejës me armikun. Por normalisht forma e namazit ndryshon për të treguar se namazi është punë kryesore, nuk ka hajgare me të, edhe normalisht falet në çdo gjendje. Kur je mirë me shnet, kur si mirë me shnet. Kur je mirë te shtëpia dhe kur je në luftë, ta një jetë ndryshme më koni lidh me namazin. Deri kur të dalësh nga kjo botë. Elu Zotin që Allahu na bëra për të mira, walhamdulillahi rabbil alamin.